vdekjen fashizmit, liri i popullit. Kjo fjali e famshme nga firmat shqiptar është ende e nguritur në kujdesin e shumë shikuesve kinez. Firmat shqiptar, si i deri në bronz, nga dënimi mbi vdekjen, njësiri guerir, forduna o shëdim në bregdet, në ngjese lufte, kanë zënë një vend të veçantë në kujdesin e brezit të vjetër të shikuesve kinez. Bërse këto firma të krijuar mijëra kilometra larg Kinës, arritën të kapërcejnë në kokën dhe gjuhën dhe mbeten gatshter në zemra e shikuesve kinez. Sepse ata firma nuk shprehin vetëm zëri e popullit shqiptar, por e jehonin e një epoke, në të cilën populli në mbar botën po ngriheshin kundër shtypjes të dhunës. Në ato vite, ndeksa Kina po ngrihej nga prakët e luftës, shikuesit kinez gjetën në këta firma të njëjtin shpirt qëndrese dhe besimi, si edhe një këmbë tjetër që luante me vendosmëri lirinë e vet. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Burimi, një katetar kinez që freshi. Tani ndodhem në distriktin Lishunkou të qytetit të Dalian në veririn të Kinës. Thuhet që këtu mund të shihet gjysma e historisë moderne kineze. Ky distrikt ka qenë një pikë strategjike e fuqive koloniale, i cili mban gjurmët e dhimbjes, por edhe të rezistencës së popullit kinez. Këtu u kryqëzuan dhimbja e luftës me peshën e sakrificës, por gjithashtu u formasuan rezistenca dhe qëndrueshmëria, pikërisht në këtë vend. Muzeu Pasmeje është një nga të çmitarët e historisë, ku pushtuesit japonez burgosen dhe ekzekutuan patriotët kinez dhe aktivistë ndërkombëtar që kundërshtonin luftën. Ndërsa futem në këtë muze, më kap një ndjesi e rëndë, një drysni që të merr frymën. Ky vend nuk është thjesht një godinë e heshtur, por një dëshmi që fret. Diku këtu u ndërtuan një burg nga kolonizatorët. Mijëra njerëz u burgosin dhe u torturuan. Shumë prej tyre nuk dorën më gur të qarë. Ata ishin patriot, student dhe punëtor, njerëz të zakonshëm, që zgjosen të mos nënshtrohen. Ndërsa eci nëpërmjet korridoret e errëta dhe të ftofta, dhe këroi borat e rënda prej hekuri, më duket sikur se krijcimat e tyre nuk janë shuar ende. Bërtej dritareve të trashë shfaqen në imagjinat figurat e tyre, që nuk shkruan historinë me fjalë, por me gjak dhe jetë. Edhe unë ndarem për pak i heshtur përpara kësaj kujdese që nuk praket. Këtë vit shënohet 80 vjetori i fitores së popullit kinez në luftën kundër agresionit japonez dhe i luftës botërore antifashiste. Gjatë këtyre 8 dekadave, Kina ka kaluar nga hiri i së kaluarës në një fuqi që ecën përpara me besim. Kina ka përmbysur faqet e historisë së saj dhe është ringritur mbi semere të reja. Sot, distrikti Lishunkou është transformuar në një zonë moderne, me ndërtesa të rarta, ndërsa njerëzit jeton të qetë në rrezet e diellit. Por pas kësaj bamjeje harmonike, fshihet një kujdes historike që nuk guxon të harrohet. Përpara meje ndodhet një kurrë e miqësisë. Kura është 45 metra e lartë, një simbol për përfundimin e luftës së dytë botërore në vitin 1945. Këto ditë bërkojnë në ditën e fitores së luftës antifashiste në Evropë,
një moment përkujtimor që shumë vende e shënojnë në mënyrë të ndryshme për të nderuar fundin e luftës. Në atë luftë që përfshin gjithë grupin, edhe populli shqiptar është një ndër popujt më antifashist në Evropë kundër forcave fashiste italiane dhe gjermane. Me sakrificën dhe qëndresën e tyre, shqiptarët u bën pjesë e pandashme e frontit antifashist botëror. Shpirti antifashist nuk zbehet me kalimin e kohës dhe nuk njeh kufi kombëtar. Siç ka thënë lideri më i lartë i Kinës, Xi, në kujton fitoren e popullit kines në luftën kundër agresionit japonez dhe të luftës botërore antifashiste, duke dënuar mizolit e pushtuesve, duke ndërmjetësuar rëndësinë e mbrojtjes të kujtesës historike dhe duke nxjerrë mësime braj saj. Ne nuk synojmë të ushqejmë vërejtjen, por të zgjojmë në zemrat e njerëzve dëshirën dhe përkushtimin për paqen. Ne duhet të mësojmë nga historia, të shohim drejt së ardhmes dhe të mbrojmë në paqen. Popullit e botës të mund të jetojnë në mënyrë të qetë, të sigurt dhe të respektuar. Ky është zëri që duhet të përcjellim përmes kujdesës dhe besimi ja vren të ruhet në këtë epokë. Shpirti antifashist ka përcjell kohët dhe ka rënë gjuhët dhe ris populli nga të gjitha anët e botës në mbrojtjen të identitetit dhe në kërkim të lirisë. Ashtu siç dëgjohej dikur në kinema, kjo seri edhe sot vazhdon të kumbojë në ndërgjegjën tonë. Vdekja e fashizmit, liri i popullit. Jam Burimi, një gazetar kines që flet shihemi herën tjetër.